kem një agent, lutem. Atëherë, po e rinisim të panel të dytë të workshopit për forcimin e rolit të grave në demokracitë lokale, strategjitë dhe leadershipi në fushata. Faleminderit shumë, doktor, që morët kohën tuaj të ditë të shtunë, megjithëse ju s'keni asnjë ditë pushim përgjithsisht, dhe erdhët për të mbajtur një fjalë për të adresuar këtë aktivitet që unë e konsideroj të rëndësishëm, jo vetëm për strukturat e Lidhjes Demokratike të Gruas, si një nga forumet më të rëndësishme të Partisë Demokratike, por edhe për vetë Partinë Demokratike. Duke falenderuar Eva Gustafsson, drejtuesen e fondacionit Jarl Hjalmarsson për fondacionin, si dhe Partinë Moderata. Martin është program manager i programit, na ka ndihmuar shumë, ka qenë ai që organizoi dhe vizitën zyrtare që bëm para disa javësh në Stockholm, unë, Oerti dhe Ervin Minarolli. Është ky aktivitet sot dhe nesër, me një agjendë shumë intensive. Sapo kemi mbaruar një panel ku ishte i ftuar zoti Oer Dylykbashi, i cili ndahu edhe informacione jo vetëm si drejtues politik i qarku Durrës, por edhe si bashkëkryetari i reformës zgjedhore, duke marrë edhe disa rekomandime apo disa shqetësime të ngritura nga zonjat në këtë aktivitet, dhe gjithashtu zoti Eno Boto, i cili foli për eksperiencën e tij si drejtues qarku Beratit dhe mbështetjen që i jep në strukturave të grave. Pse ky aktivitet dhe pse e vendosëm në këtë moment? Sepse kemi përpara reformën, kemi përpara zgjedhjet lokale në më pak se një vit. Gjithashtu janë ngritur dhe 2 komisione ad hoc, njëri për reformën zgjedhore dhe tjetri për reformën territoriale, dhe ne do kishim dëshirë që sa më shumë të dëgjohej zëri i grave edhe në hartimin e këtyre reformave. Duke pasur parasysh që gratë shqiptare janë në një situatë shumë të vështirë, janë të braktisura nga qeveria, të diskriminuara, të dhunuara, të larguara, të pushuara, të spionuara, shantazhuara, të kërcënuara nga patronazhistët e partisë, nga vetë qeverisja e drejtuar nga Edi Rama. Jemi përballur me papunësi të lartë, me paga të padrejta, mungesë mbështetje për familjen, mungesë mundësish për arsimin. Pra çfarë ndodh në kushtet e humbjes së shpresës? Gratë zgjedhin që të largohen, dhe nuk largohen më vetëm burrat, pra po largohen dhe gratë, largohen bashkë me familjen e tyre. Shifrat janë tronditëse, rreth 250.000 gra janë larguar në këtë dekadën e fundit bashkë me fëmijët e tyre, dhe rreth 50.000 gra të tjera, 250.000 kanë marrë leje rezidence në vendet e Bashkimit Evropian, në ndërkohë që rreth 50.000 janë larguar në mënyrë ilegale. Mendoni pak 50.000 gra të cilat ikin dhe ilegalisht. Çfarë mund ta shtyen te një grua që të ikte të lindte vendit dhe të shkojë në mënyrë ilegale? Pra humbja e shpresës. Unë sapo po kthehem, sot jam kthyer në orët e para të mëngjesit nga Strasburgu. Asambleja Parlamentare e Këshillit të Europës pati një javë intensive ku diskutuan shumë çështje, por në fokus të pothuajse të gjitha diskutimeve ishin çështjet e grave. Dhe një prej diskutimeve që u bë si në komisione, por edhe në seancë plenare, dhe mori disa orë, pra u diskutua në mënyrë më të zgjeruar se çështjet e tjera, ishte mbrojtja e grave në politikë. Pse kjo merr një rëndësi shumë të madhe, jo vetëm për Shqipërinë, por edhe për rajonin, edhe për Europën, edhe për organizme ndërkombëtar. Nëse gratë shantazhohen, intimidohen,
dhunohen gratë pra që janë përfaqësuese të grave apo të qytetarëve, atëherë ato vendosin që të vetë censurohen, vendosin që të heshtin dhe një pjesë e madhe e tyre vendos që të largohet. Statistikat ndërkombëtare thonë që rreth 70-80% e grave në parlamente, apo grave në vendimarrje, apo grave në politik dhunohen. Mendoni pak se si është situata në Shqipëri, kur gratë kandidate kërcënohen brenda qendrave të votimit nga banda kriminale. Dhe ju e dini rastin e kërcënimit që mos bërë mua dhe vajzës sime në qendrën e Varrës. Çfarë mund t'i themi ne grave të tjera nëse ne nuk qëndrojmë të forta për të përballuar këto shantazhe? Çfarë mund t'i themi, çfarë mesazhi i çohet nga Parlamenti shqiptar grave dhe vajzave që duan që të hyjnë në politik, kur kryetari i grupit parlamentar të Partisë Socialiste 0900 fyer dhe përçmon gratë e tjera deputete? Çfarë mesazhi mund t'i japim neve grave kur Edi Rama është dhunuesi më i madh, verbal, psikologjik, institucional edhe fizik? Çfarë mund t'i themi neve grave kur pothuajse të gjitha gratë, tre lindat e Ramos, apo gratë e tjera, zëvendës kryeministrja, ish zëvendës kryeministre, apo gratë e tjera, vetëm zbatojnë urdhrat e Edi Ramos, janë aty vetëm për të zbatuar urdhrat e tij, pa asnjë lloj integriteti moral. Dhe për fat të keq, në vend që të kishte më shumë politika për gratë, më shumë janë të dhunuara gratë. Ata nuk na simbolizojnë, nuk simbolizojnë gruan shqiptare. Përkundrazi, është një model që neve duhet ta refuzojmë, dhe ndaj të ky aktiviteti sotëm është jo vetëm për të folur për çështjet e grave, për të folur për rolin e grave në strukturat e lidhjes, në strukturat e Partisë Demokratike, dhe se si neve, gratë dhe vajzat e Partisë Demokratike, të japim jo vetëm modelet të shkëlqyera që mund të promovohen, por edhe me anë të mbështetjes për Partinë Demokratike, ta kthejmë Partinë Demokratike fituese në zgjedhjet e ardhshme, në shumë bashki në zgjedhjet e ardhshme. Dhe para se ta mbyll fjalën time, doktor, neve kemi disa kërkesa që neve mundet edhe ti bëjmë pas diskutimit tuaj, po në lidhje me promovimin e grave dhe vajzave në strukturat e Partisë Demokratike, me përzgjedhjen e grave dhe të vajzave në listat e këshillave bashkiake, ku kërkojmë që LDG-ja të ketë rol më të madh, dhe gjithashtu disa propozime që neve duam t'i bëjmë grupit që juve keni ngritur për ndryshimet në statut, se si të zyrtarizojmë një marrëdhënie pra zyrtare më të fortë midis të ngrejmë urat lidhëse dhe t'i forcojmë ato midis Partisë Demokratike dhe organizatave partnere, të mos ngele diçka e thatë në nenin 58, apo në nenin që flet për kuotat në kuvëndet kombëtare apo në kryesit, po të kemi një marrëdhënie më të zyrtarizuar, në mënyrë që lidhja gratë në strukturat e Partisë Demokratike të jenë më shumë, të kenë më shumë rol në vendimarrje. Para se t'ja kaloj fjalën doktorit, dy fjalë Martin. Thank you, Albana, for doing the big effort you have put into this, and we see the strong spirit of your party, the spirit for democracy, the spirit for a conservative Albania, for a democratic Albania, for an Albania that believes in its future based on the rule of law and market economy. And you are really the democratic alternative here, saving your country from the death breath of the socialists that we see spreading out throughout your country, and to help you, to help your country, and to bring Albania closer to Europe, and hopefully in a not too distant future we can see
Albania as well as the other Western Balkan countries getting closer to the European Union and becoming full members in a not so distant future. And we are very happy from the foundation side to help out as we can, and that's why I want to also thank you very much, Mr. President, for taking your time and being here in this activity and emphasizing the need of this work in strengthening your party in all of its parts. So thank you from our side. Fjala për ju, doktor. Mirdita dhe një përshëndetje të përzemërt për të gjithë ju të pranishëm këte, një falënderim dhe mirënjohje të thellë për Fondacionin Jarl Malson, presidenten e këtij fondacioni, Eva Gustafsson, mike e kahershme, e çmuar e Partisë Demokratike dhe e Shqipërisë. Të falenderoj shumë për praninë tuaj këtu, por dhe për të gjithë ndihmën e çmuar që në 25-30 vitet e fundit Partia Moderatna dhe Fondacioni Jarl Malson i kanë dhënë Partisë Demokratike. Falenderoj me këtë rast dhe kryeministin tuaj të nderuar, edhe të shpreh kënaqësinë time për sukseset e mëdha të qeverisjes së tij, zotit Ulf Kristersson, i cili në kohra jo të lehta ka drejtuar me sukses të madh vendin tuaj të rëndësishëm. Duhet përshtes praninë e zonjës Dohalova, Eva, si përfaqësuesi presidente e rinisë të IDU-s, është një nder dhe kënaqësi e veçantë prania juaj këtu, dhe falenderoj ju, falenderoj presidentin Harper, sekretaren e përgjithshme Tina, për mbështetjen që na keni dhënë dhe na jepni në kohra jo të lehta për ne, si dhe zotin Filip Uthamar të Partisë si Motër austriake, suedeze, me cilën ne kemi, thash, lidhje shumë të çmuara. Unë ju falenderoj Albanën dhe të gjitha ju për temën që keni përzgjedhur, një temë jashtëzakonisht e rëndësishme në çdo kohë, por në kohrat më të vështira kjo merr dhe rëndësinë më të madhe. Ne jetojmë, të dashur miq, në një diktaturë autokratike, një regjim në të cilin hapësirat e lirisë janë të ngushtuara në tërësi për qytetarët, por janë dhe shumë më të ngushtuara për opozitën. Ne jetojmë në një regjim i cili nga mëngjezi gjerë në darkë ka në agjendën e tij luftën aprincipiale, luftën e egër kundër opozitës dhe drejtuesve eksponentëve të saj. Ju jeni dishpitar se si Albana Vokshi, pse ka mbrojtur parimet që ne besojmë, ka mbrojtur ju, vlerat, është agresuar në mënyrën më të egër, targetuar në mënyrën më edhe familjarisht nga banditët e kësaj qeverie, jo vetëm në teren, banditët në teren, por banditët në parlament, sepse kushtet tona këto janë. Ai që agresoi Albanën në parlament dhe që quhet Taulan Balla
ai është një porositës vrasjesh me dokumenta zyrtare. Ai person që sot kryeson grupin e Partisë Socialiste dhe që qarkullon si përfaqësues i kësaj pseudo-mazhorance në përbot, ai është një person i cili në dosjet gjyqësore figuron se ka porositur vrasje dhe se kjo dosje gjyqësore është eliminuar, është shkatruar me vendim gjykate dhe prokurori për ta mbrojtur atë. Nuk ky është vetëm një rast, po aty brenda ati janë disa raste. Atëherë, a mund të më thoni mua ju, ka një dallim midis gjaftë që agresuan Albanën dhe vajzën e saj tek qendra e votimit me kreun e grupit parlamentar të Partisë Socialiste që e agresoi në sallën e parlamentit. Pra, unë ala në këtë moment për të theksuar se cilat janë sot kushtet e vështira, shumë të vështira, për motrat, nënat, vajzat dhe gratë shqiptare. Nuk ndalen pastaj dhe fakti tjetër që Shqipëria ka kryeministrin më mizogen në Europë. Një kryeministër brutal në qëndrimet e tij ndaj ministrave, është i cili ka të përsëritura sekuenca të Idi Aminit në mbledhjet e qeverisë dhe pastaj në të gjithë mirë, po ai me atletët të bardha dhe me ca manjerizma tjera i shuan dhe përpiqet të tregojnë në një kohë që në fakt është një mizogen i pamëshirë, i pa denjë, jo për atë post, po për asnjë post tjetër në Shqipëri. Mirë po, e gjitha kjo, gjithë të rrethana, ky regjim autokratik i cili ka shndruar procesin zgjedhor në farsë elektorale, i cili ka ndërtuar në Shqipëri narkoshtetin e parë dhe të vetëm në Europë. Bosët më të mëdhej të karteleve më të mëdha të drogës në botë, si ata të Sinaloas, e kanë derën hapur në zyrën e kryeministrit të Shqipërisë, sepse ata lajnë paratë e tyre me preferencë në këto kullat e famshme dhe resortet turistike. Mram folëm këtu për Dubai City e 1000 jetëve të Edi Rams në Durrës, i merr portin vendit dhe ndërton me kartelet e drogës me Franz Chopian dhe të tjerë një qytet e mordvesh që ka filluar të fundoset, që në fillimit e vetë ka filluar të fundoset, ndërtimet kanë filluar të fundosen, sepse janë të gjitha para droge, para dhe nuk ndjekin asnjë plan, asnjë kriter. Në këtë kuadër u ndala për të përshkruar këtë situatë, sepse kjo pasqyron shumë, më shumë se kudo tjetër në jetën e grave, vajzave dhe nënave. Kjo ka krijuar në Shqipëri një dëshpërim në të cilën shqiptarët largohen sot më shumë se çdo kom tjetër nga vendi i tyre. Dhe vetëm në 10 vite, nga 2014 a 2023, vetëm në hapësirën e Schengen janë larguar 1.100.000 shqiptarë. Sigurisht këtu ka një asimetri, janë larguar më shumë burrat. Dhe në këtë kuadër, Shqipëria sot ka numrin më të madh të kryefamiljarëve reale në Europë dhe më gjerë. As vendet në luftë nuk kanë një fenomen të tillë të imponuar nga largimi masiv
i qytetarëve nga Shqipëria. Por në qoftë se bën fjalë për shpresën dhe gjenezën e saj, gjeneza e shpresës është gruaja, është vajza. Ndaj dhe ne duhet të përqendrohemi me të gjithë forcën tonë si parti, të krijojmë shpresën dhe gratë dhe vajzat në Partinë Demokratike dhe vajzat shqiptare të shtrohen një gjenerator të fuqishëm shprese në këtë gjendje që jemi. Partia Demokratike konsideron dhe ka konsideruar gjithmonë jetike një betejë të pandërprerë me murin patriarkal e patriarkalitetit. Duhet të jemi të vetëdijshëm se muri i patriarkalitetit është dhunuesi më kryesor i lirive dhe drejtave njerëzore, për aq sa liritë dhe drejtat e grave janë liri dhe drejta njerëzore. Ne, ke programin tonë në qeveri, bëm gjithçka për të ngushtuar në maksimum barazin në financat e vajzave dhe grave me burra dhe arritëm që nga 36% që ishte kjo diferencë, zbritëm në 17.% parafërsisht në mesataren e Bashkimit Evropian. Po ky është vetëm një tregues dhe ne sigurisht i përmbahemi sepse ajo ka rëndësinë e vet. Ne duhet dhe zotohemi këtu për një rol shumë më të madh të vajzave dhe grave në organizimin dhe drejtimin e Partisë Demokratike dhe të qeverisë së saj të ardhshme. Në këtë kuadër, shpreh kënaqësinë se këtë vit në procesin zgjedhor në parti, numri i kryetarëve të degëve është pakrahasimisht më i madh dhe procesi është në vazhdim dhe prandaj nuk por është më i madh se asnjëherë tjetër. Dhe unë duhet i përshëndes me këtë rast të gjitha ato zonja që morën përsipër, kurajon për të kandiduar dhe fituar në drejtimin e degëve, disa prej tyre dhe degëve më të mëdha të vendit. Është kjo një zhvillim shumë pozitiv për Partinë Demokratike. Sikundër, ne jemi në një proces zgjedhor tani të organeve drejtuese, të forumeve drejtuese të partisë. Ju siguroj se normat e përcaktuara do të kalohen, do të respektohen dhe të kalohen, dhe kjo në radhë parë, jo për shkak të normës, por për shkak të meritave tuaja të padiskutueshme që ju keni dhe kontributeve të çmuara që ju keni dhënë dhe jepni në Partinë Demokratike. Jam i bindur se me zgjerimin e hapësirës për vajzat dhe gratë në parti është një nga rrugët më të sigurta të ripërtritjes dhe të gjallërimit të partisë. Por ne jemi demokratë dhe duhet kuptojmë se problemi i përfaqësimit të grave dhe vajzave në politikë, në rastin konkret, në udhëheqjen e Partisë Demokratike, në parlament, në të gjitha dhe nesër në qeveri, ka të bëj e vërteta është me legjimitetin, me vetë legjimitetin e forumeve drejtuese të partisë, me legjimitetin e përfaqësuesve të popullit në parlament dhe në qeveri. Sot në Shqipëri, gratë janë shumicë absolute, janë mbi 52-53% e popullatës. Dhe mund të themi se çdo përfaqësim ndër këto përqindje është një cenim i legjimitetit për aq sa
legitimiteti dhe përfaqësimi janë të lidhur në mënyrë të pazgjidhshme njëri me tjetrin. Shqipëria sot përjeton një periudhë të dhimbshme terrorit ndaj vajzave dhe grave, e cila në aspektet më brutale te i kalon në të gjitha kohrave. Duhet të jemi realist në ato kodet tona të vjetra. Ka patur diskriminim, po ka patur mbrojtje të hekur ndaj gruas. Ka patur mbrojtje të hekur. Gruas dhe fëmijëve u jepej e njëjta mbrojtje. Sot gratë, para 2 vitesh, statistika ka, se nuk është e plot kjo, që kanë qenë 180 gra të ekzekutura, të pushkatura, në mënyra të ndryshme, të vrara. Ka rrezik që kjo shifër është më e lartë se e gjithë Europa marrë së bashku. Dhe kjo sepse nuk mbahet një qëndrim i përcaktuar me rrepti që duhet mbahet ndaj këtyre akteve. Përkundrazi, unë e kam ndjekur në një farë mënyre kanë tendencën ta veshin, ta sfumojnë me grinje familjare. Ndërkohë që duhet meritojnë ndërshkimet më maksimale ata që mendojnë apo guxojnë të marrin jetë grash dhe vajzash. Dhe ju garantoj se do të ketë, ne zotojmë për dënimet më të rrepta dhe mbrojtjen më të madhe të mundshme ndaj tyre. Sigurisht ka edhe një faktor tjetër. Duhet të themi gjërat siç janë. 15-20 vite të fundit IQ-ja grave del më lartë se e burrave. Po, testi i Flintit është që në testin e Flintit gratë kanë epërsi të padiskutueshme, konstante dhe nuk ka rënë përkundrazi. Pra, po t'i marrim në rrafshin e intelektit, është faktur. Unë gjithmonë, kur unë pedagog, me bën të përshtypje fakti, se Mirja Tazam, në 10 student të shkëlqyer, t'u them të vërtetën ju, minimumi 7 do t'ishin vajza. Dhe mendoja me veten, si ka mundësi që këto tani kaq të shkëlqyera dhe më vonë ju sfumohet, sigurisht ja u sfumojnë pa drejtësit, pa barazit e të tjerë. Por gjithnjë e më vetëdijshme po bëhet shoqëria për potencialin e jashtëzakonshëm intelektual që kanë gratë dhe vajzat. Edhe në këtë kontekst ju garantoj se është Partia Demokratike do ta marrë këtë parasysh si një kusht për të arritur qëllimet e saj më të mira për të drejtat e grave, po edhe për demokracinë, për zhvillimin e vendit. Edhe njerë ju falenderoj shumë për këtë trajnim që keni organizuar dhe ju uroj suksese. Faleminderit, doktor. Neve gratë kemi nisur punën për fushatën zgjedhore më përpara se partia. Dua t'ju informoj që në këtë sallë, pra pjesëmarrëse në këtë trajnim, janë 4 kryetare të degëve të Partisë Demokratike, të sapo zgjedhura, Oneldën, Donikën, Matildën, Enkelejdën,
gara tek këto deg të tyre që përfaqësojnë pra degën 6, Lezhën, Peqinin, Sarandën, ka qenë ndër garat më të forta dhe ja kanë dalë fituese në degët e tyre dhe unë dua t'i përgëzoj dhe t'i uroj suksese, sepse nuk është e lehtë të bëhesh kryetare dege, partie, në këtë situatë të represionit që ushtron ky regjim ndaj opozitës. Po ashtu kemi pothuajse gjitha zonjat kanë qenë kandidate në zgjedhjet lokale apo në zgjedhjet qendrore, pra kanë eksperiencën e tyre që mund ta ndajnë. Dhe kemi drejtuese të degëve të LDG-s, por unë jam e kënaqur them që kemi edhe një antare të re, një zonjush që ka ardhur për herë të parë, zonjusha Kurti, e cila ka mbaruar në Turqi për biologji molekulare, por ka ardhur pse jo për të kontribuar në strukturat e Lidhjes Demokratike, por edhe Partisë Demokratike. Pra, pyetja është si mund të afrojmë sa më shumë vajza të tilla që t'japin kontribut, sepse Partia Demokratike sot në opozit nesër është parti qeverisë, parti në pushtet. Ndaj jam shumë e kënaqur që juve sot, doktor, i dhatë mbështetje, le të themi, këtij riorganizimi, sepse kemi hapur dhe riorganizimin e gjitha strukturave të Lidhjes Demokratike të Gruas, po bëjmë rikonfirmimin e gjithë antarësisë së Lidhjes Demokratike dhe duke i kërkuar zonjave që rikonfirmojnë të bëjnë dhe antarë të Partisë Demokratike, sepse siç juve e dini, jo të gjitha antarët e Lidhjes Demokratike të Gruas janë antarë të Partisë Demokratike, tani është koha që të bëhen. Por pse jo, një propozim që neve mund ta kemi për grupin që ju keni ngritur për statutin, është të marrim modelin e Partisë Moderata, meqense kemi këtu që automatikisht antarët e Lidhjes Demokratike të Gruas dhe të Forumit Rinor, që nuk bëhen antar para një zgjedhjeje, po që bëhen antar përgjatë aktivitetit të cilës organizat partnere, të jenë automatikisht dhe antarë të Partisë Demokratike. Kjo do na shmangte shumë burokraci në antarësimin e dyfisht, do rriste numrin e grave, pra mbledhjet që juve thoni janë të maskilizuara, do kenë më shumë prani grash dhe vajzash, por do rritet më shumë zëri i tyre edhe në vendimarrjen brenda Partisë Demokratike. Dhe gjithashtu propozimi tjetër që ne duam t'ju marrim ca premtime sot, doktor. Propozimi tjetër është që statuti, grupi që keni ngritur ju për rishikimin e statutit, të forcojnë marrëdhëniet edhe zyrtarisht midis Partisë Demokratike dhe dy organizatave partnere, pra të mos mbeten të thata brenda një nenit 58, po të jetë e strukturuar si marrëdhënie institucionale, që kur të vi për shembull, kur të vinë emrat për të diskutuar për listat për këshilla bashkiak, për antar të këshillave bashkiak, të dëgjohet Lidhja Demokratike e Gruas në një pjesë të mirë të emrave, sepse shpeshherë gratë vijnë emrat aty për të mos u vënë burrat, pa meritokraci dhe pa qenë pjesë e aktivitetit të Lidhjes Demokratike apo të Partisë Demokratike. Pra duam që të kemi një rol më të rëndësishëm. Kemi gratë të shkëlqyera, një pjesë janë në këtë sallë. Dhe pse jo, janë gratë që i bëjnë nder Lidhjes Demokratike, i bëjnë nder Partisë Demokratike të jenë në lista. Po para se do marrë vetëm shumë pak pyetje, doktori ju e dini ka komunikimin e të shtunës, të çdo të shtune, kështu që kemi pak minuta, do ja kaloj fjalën mikeshës sime Eva, e kam ftuar dhe Besartin sot, si koleg, por ai ka një çështje familjare dhe nuk mundi të vinte. Eva kthehet për herë të dytë në Shqipëri, ishte pjesë e misionit të EPP-s, e di situatën se ka dëgjuar shumë gjatë vizitës së misionit dhe siç i kishim thënë Evës, është e vështirë era parë të vish në Shqipëri, po pastaj e sigur që do vish shumë shpesh, sepse Shqipëria ofron gjithçka të bukur përveç qeverisë që e kemi të keqe dhe që duhet ta largojmë. Eva është presidente e Forumit Rinor të IDU-s, shumë aktive, është një nga ato vajzat që punon me shumë pasion dhe ka bërë një punë të shkëlqyer dhe po bën një punë shkëlqyer dhe me Forumin Rinor të IDU-s. Eva.
Yes, thank you very much. It's a pleasure to be here. Second time in my life after we came with the EPP delegation. Also, thank you, Mr. President. It's always a pleasure to hear you speak. I have to say we see each other also at EPP Political Assembly sometimes, at IDU and everywhere. It's for me to hear all these things about how women are treated in politics. It's shocking, but it's, unfortunately, I see it in IWDU in the whole world. So there's so many cases where, we are discriminated just because of being women, and this is something that is also very dear to my heart, and that we really, really want to work on, also on the youth level and on the party level. I'm very much looking forward also to the workshop that we will have then with me to learn also, and see from you. So thank you very much. Thank you very much, Eva, and we look forward to listen to your presentation. We have the whole panel, so you can share your own experience and you can hear from our representative. Me qenë se doktori ka shumë pak minuta, unë kam 3 kërkesa nga 3 zonja që më ka kërkuar fjalën për të bërë pyetje për doktori. Po marrim pyetje dhe pastaj 4 bashkë me Donikën, dhe këtu më duhet që ta ndaj. Pra kam Alba Kepin, të cilin ju e njihni për guximin, për forcën, si gazetare që është përballur edhe me element kriminal, po është nga ato zonja të forta që qëndrojnë në përballje, duke i dhënë modelin edhe grave të tjera se duke guxuar, duke u përballur, mund t'ja dalim. Pastaj do ja jap Eda Skënderit, kryetares LDG-s Dega 10 Tiranë, mësuese. Megjithëse mësuese, ajo guxon të vi dhe të jetë pjesë aktive e strukturave të LDG-s. Kam Edlira Jakovën, është nënkryetare e njërës prej degëve të LDG-s në Durrës, ekonomiste, dhe kam edhe Donika Ndoj, kryetare e degës Partisë Demokratike e Lindës. Kaq edhe do marrim përgjigjet e doktorit dhe pastaj do e lëm t'largoj. Faleminderit Albana, faleminderit që më bëre pjesë e këtij eventi. Mendoj se janë ballafaqime, shkëmbime eksperience mjaft të vëra për gjithë zonjat këtu, një drejtare dhe për eksperiencat europiane. Faleminderit doktor Berisha për sensibilitetin dhe vëmendjen që jep grave në politikë dhe në Partinë Demokratike, dhe zotit Bergman, si dhe Evos, të gjithë organizatorëve. Së pari duhet bëj një reflektim dhe duhet ta themi me vëzët fort se Albana Vokshën e kemi zëvendës presidente të Partisë gruas në Partitë Popullore Europiane, një arritje që nuk e kanë arritur asnjë nga gratë e tjera politike të gjitha krave në Shqipëri, dhe duhet ta themi shpesh dhe me mjaft krenari, gjithë të thotë se Partia Demokratike është mjaft largpamse në vlerën që jep rolit të gruas në politikë. Së dyti, doktor, unë, si që dini ju dhe ju të gjitha, që unë punoj mes Tiranës dhe Romës, dhe kam pasur fatin që Partia Demokratike më bëri pjesë të fushatës edhe të pushtetit vendor, pikërisht përej vëmendjes që i dha dhe figurave të grave në diaspor, të cilat me profesionalizëm, me modele integruese, me punën e tyre kanë kontribuar që në këtë diktaturë autokratike të sjellin të vërteta që nuk kanë kaluar për te kufive dhe që mundohen t'i kalojmë çdo ditë. Shifrat ishin vërtet mjaft preokupuese, që sha Albana, janë gati 300.000 gra të cilat janë larguar drejt për te kufive, pikërisht nga kjo diktaturë autokratike, që do të thotë se janë 300.000 ndoshta familje të ardhshme të cilat i mungojnë Shqipërisë. Doktor, reflektimi që unë jap, lidhur me profesionin tim si gazetare, është se Partia Shtet po punon mjaft në diasporë. Po fillojnë të ngrihen struktura që Partia Shtet të kontrollojë dhe votën e diasporës, pikërisht duke ngritur qendra kulturore dhe duke luftuar gratë e lira, demokratet, vërteta, profesioniste në diasporë. Dhe ky është një reflektim që ne duhet ta marrim me shumë vëmendje dhe në aksionin ton politik dhe t'i denoncojmë
si kudo që vërejnë gjëra të tilla. Pasi ata po organizohen jo vetëm me një zinxhir strukturash, por dhe me krijimin aktualisht të qendrave të kulturës që sjellin njerëz enkas nga Shqipëria për të manipuluar dhe të luftuar dhe ato gratë të suksesshme për te kufive. Së dyti, unë kam një pyetje, ndoshta edhe për ta bashkëbiseduar. Pas një viti kemi zgjedhjet në pushtetin vendor, do të ishte mirë që dhe në listat dhe në kuotat që merren parasysh për gratë në këshilltare të ardhshme, të ketë një përfaqësim dhe nga gratë në diasporë, sidomos gratë të cilat janë shquar për profesionalizmin, për të vërtetën e tyre, të pakompromitueshme, gratë guximshme, pasi, siç thash, Partia Shtet ka nisur të luftojë këto gra dhe për te kufive. Faleminderit gjithëve. Faleminderit shumë Alba dhe faleminderit për gjithçka ti bën në punën tënde të përditshme. Eda, vetëm shumë shkurt, lutem, pa komente për pyetja. Përshëndetje, kënaqësi doktor që ju kemi këtu. Pyetja ime është, po i bie shkurt, duke parë rolin e gruas në Partinë Demokratike, forcën dhe fuqinë e saj në kaq vite opozit, unë duke qenë dhe mësuese shoh që rinia dhe breziri grave kërkojnë një motivim të brendshëm. Pyetja ime është, si do t'i inkurajoj Partia Demokratike rritjen e një brezi të ri leadershipesh grash që të marrin pjesë jo vetëm në listat si gra që konkurojnë, që janë në garë për Partinë Demokratike, por ato të jenë edhe pjesë e dikastereve drejtuese, forcë e madhe e mbështetëse e Partisë Demokratike. Falenderoj. Faleminderit. Eda, Edlira. E merrni me radhë se jeni kështu njëra mbas tjetrës. Përshëndetje doktor. Pa dashur të bëhem përsëritse me përshëndetjet që bën edhe zonja parafolse, atëherë në vjet të përgjithshme u prek pak nga ju pyetja e cila unë dua t'ju drejtoj. Por për të dhënë ndoshta pak vëmendjen e duhur, do ju arriboj këtë pyetje. Në zgjedhjet vendore, të cilat presim të jenë vitin e ardhshëm, ju a do të angazhoheni për kuota reale dhe mbështetje konkrete për kandidatet gra të fushave dhe profileve të ndryshme, dhe cilat do të jenë indikatorët që ju do të përdorni për të matur kontributin, suksesin, arritjet dhe performancat e zonjave, të cilat do të kandidojnë për zgjedhjet si kryetare në bashki ose për këshillet bashkiake. Faleminderit. Mund t'ja përsëris pra cilët do t'jenë indikatorët që do të përdoren për të matur kontributin e këtyre zonjave që do të kandidojnë për këshillin bashkiak apo për kryetare bashkie. Faleminderit. Përshëndetje gjithëve, përshëndetje doktor Berisha, përshëndetje Albana, përshëndetje fondacionit dhe faleminderit për këtë takim. Unë quhem Donika Ndoj, kryetare zgjedhore e Partisë Demokratike Dega Lezhë. Në fakt do të bëj një pyetje dhe teknike dhe konkrete. Bëhet fjalë sepse Partia Demokratike ka hyrë në zgjedhje në procese të brendshme në gjitha seksionet, grup seksionet dhe në deg. Pyetja ime doktor është, duke qenë se është vendosur afati se kur do të zhvillohen zgjedhjet për zgjedhjet lokale, 15 prill, 15 maj, që do të jetë data zgjedhjeve lokale. Pyetja ime është, kur do të vendosen kandidatët, kur do të dalin kandidatët për kryetar dege dhe a do të mbështeten realisht kandidatët për kryetar bashkie? Po, a do të mbështeten gratë në zgjedhjet për kandidatët për kryetare bashkie? Faleminderit. Po. Edhe Dava ka një pyetje dhe fundit. Unë shumë shkurt. Faleminderit shumë doktor që jeni këtu. Unë vi nga një garë, nga një sfidë në fakt, për kryetare dege në njësi 11, dega 11. Nuk më mjaftuan 25 vite kontribut në atë deg. Një pyetje e vogël që më bëj, a keti mjaftushëm forcë ekonomike për ta mbajtur degën? Them që për të mos vazhduar më shumë fakt, sepse gara mrena lloj që ka absolutisht të vështirë, sfidë gjallë.
Unë do doja shumë, profesor doktor Sali Berisha dhe Albana Vokçi, që ju të jeni mbështetës konkret në përfaqësimin real të grave nga grup seksioni dega kryesia e madhe e Partisë Demokratike. Në një rast të kundërt, të gjitha shkrimet në letra do të na sfidonin. Me këtë rast ju uroj shumë sukses edhe zonjave gra që kanë fituar degët e Partisë Demokratike, por në 72 degë, 10% gra, më duket se është një përfaqësim shumë i vogël. E kemi të nevojshëm, doktor, vërtet që ne gratë të mbështetemi realisht, konkretisht në sfidat tona. Faleminderit shumë. Dava, faleminderit. Në fakt, deri tani me degët që janë zhvilluar zgjedhjet, kemi arritur në numrin e kryetareve gra, sa që kemi pasur para 4 vjetësh. Janë edhe një pjesë e madhe e degëve ende të pa zhvilluar garën, dhe sigur që do kemi një numër, shpresoj shumë që të kemi një numër më të madh të grave kandidate. Të siguroj që këtë herë gratë kandidate janë mbështetur. Gara në Laprak ka qenë shumë e fortë, ka qenë një garë fantastike, gara është garë në fundit, kështu që tani po i mbyllim pyetjet, doktor. Tani ju falenderoj për pyetje dhe çështjet që ngritet. Antarët Albana mendon dhe unë jam plotësisht dakord që antarët e LDK-s, të cilat dëshrojnë të jenë dhe antarët të Partisë Demokratike, janë shumë të mirëpritura dhe e konsideroj shumë të rëndësishme. Shumë të rëndësishme. Sepse duke u antarësuar në Partinë Demokratike, ju keni mundësi të luani një rol shumë më të madh se ai që luani vetëm në kuadrin e lidhjes së gruas. Ndaj dhe kjo praktik e Partisë Moderatna, kjo është një praktik shumë e çmuar edhe për Partinë Demokratike. Ftoj që ta zbatoni. Për ne është jashtëzakonisht e mirëpritur. Edhe për forumin, dhe ju e shifni vetë ka një lloj asimetrie në strukturat e Partisë Demokratike, në takimet e saj. Kjo duhet marrë fund. Dhe kjo merr fund me pjesëmarrje. Ndaj dhe e vlerësoj shumë këtë sugjerim, të gatshëm për të ndryshuar statutin dhe për të grupin e punës, për të vendosur një normë të re shumë të dobishme. Nuk mund të ketë të gjitha propozimet që bëhen për në forumet drejtuese në organet e pushtetit, këshillat bashkiake duhet të jenë detyrimisht propozime të lidhjes demokratike të gruas, ose dhe të konsultuara me lidhjen demokratike, sepse diversiteti i procedurave ndodhta ndonjëherë ka iniciativën e lira, ajo nuk është atë. Pra, me fjalë, nuk ka diskutim që lidhja demokratike si organizatë partnere që është, duhet të ketë të drejtën e plotë në përcaktimin e kandidaturave të këshillave bashkiake, por dhe kandidaturave tjera në forumet që zgjedhin. Jemi këtu po me kandidaturat. Unë kam vlerësuar shumë faktin se këtë vit në drejtim të degëve të Partisë Demokratike dhe përfshi këtu degëve të mëdha fare të vendit, ka ndalë
zonja të nderuara, me meritën më të plot, me kontribute reale të veçanta të rëndësishme. Kanë dëshmuar kurajo dhe guxim dhe janë vot besuar nga Saranda, Gjernëlezhë, janë një numër degësh dhe këtu në Tiranë. Cili është qëndrimi im? Qëndrimi më shkruaj absolutisht në të gjitha rastet. Ka qenë porosi të hapet, të shikohet mundësia e zonjave grave të propozuara. Natyrisht dhe përfshirja e tyre në lista të kandidimit. Pronësimet tjera më shumë në një garë nuk mund të bëj se këte. Kjo është normale. Pastaj dhe ju e keni vore që unë ruaj përpiqem të respektoj në maksimum garen e tyre. Po ju jeni të ftuara të kandidoni dhe të jeni të sigurta që nuk do mund të përjashtoj nga gara për absurditete, për qëllimet diskriminuese, jo, për kundërzi. Alba, ju shtruat me të drejtë një problem që dhe ne kemi në diskutim, problemin e gruas në diasporë. Tani, ne si kryesi kemi hapur një diskutim në tërësi për diasporën dhe Partinë Demokratike. Po t'i referohemi realitetit, pa diasporën, Partia Demokratike nuk mund t'jetë një parti kombëtare, sepse sot gjysmë e kombit është jashtë. Ndaj dhe ju, çfarë ju sugjeroj? Të gjitha format që ju gjykoni më të përshtatshme dhe më të mundshme të organizimit dhe të rolit të gruas ose dhe të në tërësi të diasporës në strukturat e Partisë Demokratike dhe në gjithë vërmëtarinë e saj, do t'jetë shumë e mirë pritur. Ne kemi krijuar një grup që po bën rishqyrtimin e plot statutit dhe një nga shtyllat kryesore të statutit që do rishqyrtohet, do plotësohet, është pikërisht Partia Demokratike dhe Diaspora. Sa aty mungoj, në statut mungoj. Ndaj dhe është e domosdoshëm kontributi për të patur një bazë ligjore. Partia sa më të qartë dhe mbështetëse për këtë proces. Është e drejtë cila do jenë raportet në qeverinë e ardhshme të Partisë Demokratike për vajzat dhe gratë. Mendoj se do jenë një barazi në mos e përsi e tyre në atë administratë, mbasi administrata do të udhëhiqet nga meritokracia dhe për meritokraci gratë dhe vajzat janë të parat. Të themi, e them me bindje të plot këte. Në zgjedhjet vendore, po, standardet ligjore do të plotësohet dhe te i kalohet. Por dhe ju përpiquni që të kemi në zgjedhje
përfaqësuesit tona më të mira, më aktive. Jeni ju që duhet të paraqisti kandidaturat për Këshill. Nuk kemi akoma vendosur për procedurën e zgjedhjes së kandidatëve për kryetar bashkie. Do të them këtu pse. Janë jo të pakta ata midis nesh që mendojnë se primaret në kandidaturat për kryetar bashkie krijuan përçarje që nuk u mbyllen dot gjatë garës. Ç'është e vërteta e kam quajtur dhe e quaj një arritje të madhe vendosjen e primareve si procedurë në Partinë Demokratike për zgjedhjen e drejtuesve të saj dhe për zgjedhjen e përfaqësuesve të saj në pushtetin vendor dhe në parlament. Megjithatë, personalisht nuk jam i bindur se duhet heqim dorë nga primaret. Fillimisht, shiko, rikthimi tek praktikat e mëparshme nuk përbën një sukses. Ne nuk është se nuk votonim. Ne votonim dhe përpara. Dhe kryetarin e Degës e zgjidhte një aktiv apo me radhë. Po kësaj here, për shembull, marrë proceset zgjedhore drejtanishme në Degë tona. Mendoj se kanë ecë mjaft mirë. Pa përplasje të mëdha. Dhe nuk hoqem dorë nga primaret. Pra, pat edhe për këto idera që praktika e primareve është një praktikë më avancuar, më demokratike. Është më demokratike. Sepse në qoftë se çfarë është në fundit pjesëmarrje është një element thelbësor i rolit dhe i demokracisë. Po pjesëmarrje më të mirë se sa me votë, sigurisht ka dhe forma tjera, por vota është pjesëmarrje me dignitet, është mënyra më e mirë për të patur parasysh vullnetin, për të shprehur vullneti i antarëve të partisë dhe antarëve të LDK-s, antarëve të forumit dhe me radhë. Kështu që nuk jam i bindur se duhet të heqim dorë nga praktika e primareve në përzgjedhjen e kandidatëve për kryetar bashkie. Paka shumë, besoj se këto ishin. Besoj, doktor, ju përgjigj gjitha pyetjeve. Faleminderit shumë, doktor. Doja t'ju informoja që do vazhdojmë me panelin ku Eva do ndaj eksperiencën e saj nga Austria, por edhe për te Austrisë dhe të gjithë pjesën e mbasditës, Filipi,
do bëj një trajnim për mediat, për mesazhin politik, si të hartohet, si të përcillet mesazhi që tim të paktoj më shumë. Dhe fal Martinit, nesër Martini do bëj dhe një prezantim të modelit të Partisë Moderata për sa i përket digitalizimit dhe modernizimit të partisë. Do bëj një takim me grupin që juve keni ngritur për digitalizimin dhe modernizimin e partisë. Kështu që Thank you very much. I'm very grateful. atëherë të japim leje doktorit dhe po kaloj fjalën Evës. Shumë sukses. Faleminderit shumë. Martin. Very nice. Nice time. You powerful.